tregon. Derisa kam shkuar në Itali dhe pse kisha të ndjenjen që kishte diçka që nuk shkonte, prap kisha shpresë, mendoja, ose ndoshta është diçka që nuk është shumë e rëndë. Por atje në Itali, pastaj çdo herë që më vinin informacione të ndryshme, isha si një njeri humbur në pyll, pa busull, që e dija se duhet shkoja diku, por nuk e dija si duhet shkoja dhe ku duhet shkoja, isha komplet e humbur. Diora në këto ditë, në këto javë, në këtë periudhë, ishte me juve, apo u desh që... Unë kam qenë tërësisht vetëm me djalin. Diora ishte në Shqipëri me bashortin. Ta bënte më të vështirë kjo? Shumë më të vështirë, sepse unë isha shumë e lidhur me Diorën, dhe Diora, nata e parë që ka ndenjur pa mua, vetëm pa mua, ka qenë vetëm dita kur ka lindur Dardi, dhe pastaj koha kur unë u largova për në Itali, dhe përjetova shumë dhe ajo në gjithashtu. Kur e pa që unë nuk po kthehesha shumë shpejt, e mori si braktisje, edhe pse nga që është shumë e mbyllur, ajo nuk e shpreh këtë gjë, por nuk më flis në telefon.